Atëherë, zonja Gusha, Hungruaja vjen me një fletpalosje utilitare, do të thoja, që të mëson se si duhet të riciklosh letrën edhe mandej të prodhosh tullat e letrës në kuadër të projektit reduktori përdor riciklo. Një fletpalosje vërtet interesante. Në fillim do të thosha që është një iniciativë nga më të fundit të shoqatës hungruaje që mbështetet nga REK, Qendra Rajonale për Mjedisin, dhe financohet në kuadër të projektit senjora nga programi SIDA. Shoqata hungruaje mendojnë që mund të jap një kontribut të veçantë në fushën e mjedisit, duke patur parasysh që kemi një grup të rinj vullnetar pranë shoqatës, dhe të rinjt janë ata që mund t'i çojnë më thjesht këto promocionin mjedisor tek familjet e tyre, por edhe tek komuniteti. Kjo është një iniciativë që ka lindur një vit më parë, në fakt në shtypshkronjën Dia Poradeci, dhe një dëshirë për të grumbulluar dhe për të ricikluar letrën menduam ta ndajmë edhe me banorë të tjerë të Pogradecit, dhe kështu me një grup të rinj. Se fletpalosje gjithçka është shumë e thjeshtë. Po, dhe një grup të rinj kanë ardhur dhe kanë provuar, kanë bërë një projekt në shkollën e tyre si të riciklojnë letrën, dhe këto janë dhe fotot që janë përdorur në fletpalosje, dhe kanë shprehur dëshirën për ta përhapur këtë iniciativë. Me kalimin e kohës, duke aplikuar pranë REK-ut, ne kemi një projekt i cili do sensibilizojë më tepër publikun dhe gjithë komunitetin e Pogradecit që të mbrojnë mjedisin duke pasur parasysh këtë slogan: redukto, ripërdor, riciklo. Në fillim duhet të reduktojmë mbetjet, pastaj mirë është që të ripërdorim, dhe fundi është riciklimi. Mendoj që do të jetë shumë interesante edhe për njerëzit që punojnë në përzyra, edhe për nxënësit që janë në shkolla 8 vjeçare apo të mesme, mund të aprovojnë në ambientet e shkollës, dhe do kemi 2 shkolla pilot, të cilat do riciklojnë letrën, dhe kemi menduar që në çdo aktivitet mjedisor të jemi të pranishëm, duke prezantuar këtë produkt që me ndihmën e një pajisje shumë të thjeshtë ti mund të riciklosh letrën dhe të përfitosh një tullë për ngrohje, një material për ngrohje. Edhe në ambiente familjare mund të ndodhë. Mund të ndodhë. Tani do ketë shumë shpejt, do jetë 21 shtatori, që është prap një ngjarje mjedisore. Unë në qytet pa makinën time, i cili do të jetë kjo ditë e shënuar, do të jetë në Pogradec. Mendojmë që të rinjtë mund të dalin edhe me parulla sensibilizuese, po mund të dalin dhe të demonstrojnë konkretisht si mund t'i prodhojnë në familjet e tyre tullat e letrës. Kemi përdorur dhe pak humor në këtë fletpalosje, dhe kjo është duke ju thënë të ricikloni, mblidhni letrën, ripërdoreni, kemi thënë që do përfitoni energji për ngrohje. Por kemi vënë dhe një shënim shumë të veçantë që mos e i ricikloni librat, sepse librat janë për të lexuar dhe për të ndriçuar mendjen. Për të djegur. Edhe një pyetje të fundit, ku gjendet fletpalosja, me që është utilitare dhe njerëzve ju vjen ndihmë me hapat që duhet të hedhin për të fituar tullat e letrës? Po, në radhë të parë fletpalosjen do ta shpërndajmë në të gjitha institucionet. Mendojmë të përfshim dhe bankat, sepse janë vende ku shkojnë shumë njerëz, pa tjetër në qendrën e turizmit, në zyrën e informacionit të bashkisë. Të tjera do jenë në qendrat që kemi në përfshatra, dhe ato do ta shpërndajnë në shoqata jo qeveritare, në shkolla. Mendoj që një pjesë e madhe e komunitetit do ta ketë në dorë dhe do ta përdorë. Dhe kryeqendër mbetet Hungruaja në Pogradec. Janë të mirëpritur edhe këtu, ta shikojnë edhe procesin se si zhvillohet.